sahabët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam Ramazanin e pritnin me mobilizim 6 muaj përpara. Dhe 6 muaj të tjerë pas Ramazanit luteshin që Allahu ta ketë pranuar Ramazanin. Dhe dietarët e muslimanëve çfarë kanë thënë? Kanë thënë njerëzit 6 muaj veç për luftë përgatiten. 6 muaj përpara veç për luftë përgatiten. E sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam Ramazanin e shihnin luftë të qartë, luftë të madhe, por jo në kuptimin klasik të fjalës, por luftë me shejtanin, luftë me armikun e përbetuar, i cili ka bo be në Allahun xhelle xhelalu dhe është dhënë mundësia që ta devijon birin e Ademit dhe ta çon xhenem. Allah na ruaj nga xhenemi. Andaj Ramazani vjen si mundësi e madhe, kohore, edhe zbritjen nga ndihmat e qiellit, edhe zbritjen nga ndihmat e Zotit subhanahu wa taala, sikur që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thënë Allahu te bareke wa taala, fa innahu li, ajrimi o jemi, nga kret ibadetet Allahu xhela ka thënë ajrimi o jemi. Apo andaj Ramazani ndëruar xhamatli nuk ka një rutinë, nuk ka një ditë e zakonshme, nuk janë ditë të cilat vinë sikur që shprehen për njerëzve tamam Ramazan ne e dim. Jo, shpesh herë nuk e dim. Shpesh herë fatkeqësisht nuk e dim çka na duhet në Ramazan. Çka kena me bën në Ramazan? Po zakonisht përgjigja, po dihet ajo si fer iftar, taravi. Po kjo rutinë. A e ke kuptuar thelbin? A e ke kuptuar qëllimin? A e dim pse i ka bërë këtë Allahu te bareke ve teala? Si e ka zbrit Allahu xhelan këtë muaj Kur'anin e madh Allahu te bareke ve teala? Ka që lejt duket? Jo. Andaj dëgjoj Allahu xhelala se çfarë ka bën në Ramazan. Pika e parë që Allahu e ka bën në Ramazan, e ka qel derën që veç në Ramazan mundësia është që njeriu me shfrytzu këtë periudhë me dal nga Allahu xhelle xhelaluhu rob besimtar. Kur e fillon Allahu agjërimin e që është vetëm surën Al-Baqara, thot Allahu te bareke ve teala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët e dini vetëm për besimtar dhe keni deklaruar musliman, ju është bë obligim më agjëruar. Farz e keni më agjëruar. Edhe ata që kanë qenë para juve kanë pas farz. Pse o Zot, murujt, mu mbrojt, mu tut prej Allahut Allahu pejanës Allahu te bareke ve teala dhe zjarrit të tij. Mirë. Kjo është ajeti që ka bë obligim agjërimin. Vazhdon Allahu dhe fol për agjërimin. Surën Al-Baqara thot ayyaman ma'dudat, ditë të numëruara. Pastaj vazhdon Allahu te bareke ve teala thot shehru ramadhane alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Muaj Ramazanin ta ka zbrit Kur'ani, ta ka udhëzime, fakte për udhëzime se si njeriu i dan të mirat për çijave. Thot Allahu xhelel xhelalu, kush e mrin Ramazanin le ta xheroje. Farz e ka. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Kush e za Ramazanin, Allahu na mundsof me zan Ramazanin, le ta xheroje. Allahu do let për juve e joran për juve. Mbaje men ke shprehjen la'allakum tattaqun, për besimtarët që ti druheni dhe ti tuteni Allahu xhelel xhelalu dhe të mbroheni prej xhenemit. Vazhdon Kur'ani dhe ec. Allahu te bareke ve teala thot Allahu do më u let juve joran. Dhe kjo është që do përmendte pika e dytë, se standardet e ahiretit janë standardet e kësaj bote. Me standardet e kësaj bote ndëruar xhamatli, 30 ditë me agjëru me dunja bollrana. S'ka maran. Me të nalë, tanë ditë më s'mangë buk. Tanë ditë më s'mangë buk. Me standardet e kësaj dunjaje, maran s'ka. A dhe ti i shef atë se sa gjërojnë dhe 30 ditë ki me gjëru, 30 ditë ka me gjëru. Jo veç ka me gjëru, ka mu falë ma shumë se s'ka falë atë ditorën e zakonshme. Dhe kitë kjo të mahon të Ramazan. Por da shojtë të se Allah donë me indru standardet. Zdonë muslimani me menu me standardet e kësaj bote. Allah dhe Allah do me abo letë dhe joran. Dhe ta madroni Allahun dhe t'ja plesoni numrin. Dhe ta falenderoni Allahun te bareke ve teala. Pastaj Allahu xhelal thot, kur të pyesin robët e mi për mua, thuaj un jam ngat. Thuaj, dhe kjo ka ardhur në Ramazan, se Allahu i përgjigjet robit kur ai ka nal hajën, pijen,
dhe qejfët e tij për Allahun te bareke ve teala. E kanë ardhur për Allahun te bareke ve teala. U fal për Allahun xhel xhelalu. Allah i përgjigjet lutjes atina. Pastaj Allahu xhel wala thot, le të besojnë mua, le të mbindën mua, se do ta gjejnë rrugën e drejtë. Dhe s'ka rrugë drejt jashtë rrugës Allahut te bareke ve teala. Krejtje që folin drejtësia, udhëzimi, përparimi, këto do rrena janë. E vërteta është Allahu te bareke ve teala. Vazhdon ajeti i agjërimit i fundit 187 në surën Al-Baqara. Thot Allahu jalla uhilla lakum laylatus siyami ar-rafathu ila nisaikum. Allahu thot po u bëjmë halal natën me fletë me gratë juve. Allahu e din se ju zbani sabër. Natën e ka bë për juve. Ka bë. Vazhdon Allahu tregon dispozitat e burrit dhe grujës, se çka ju takon Ramazan. Pastaj vazhdon Allahu te bareke ve teala me kallzu kura sifiri. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Derisa të lloni penin e bardhë nga peni i zi në vijën horizontale të mëngjesit, hani dhe pini. Pastaj ndalë. Dëgjoni çka thot Allahu xhelel xhelal. Thot tilka hududullahi fala taqrabuha. Allah e përmend edhe itikafin, pastaj thot këto janë kufit e Allahut, mos i shkelni. Shiko, lehtësim, kufit e Allahut, mos i shkelni. Pse? Dëgjoni si përfundon ajeti. Kedhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dietarët e muslimanëve çfarë kanë bërë në komentin e këtij ajeti? Kanë thënë çudi e madhe se agjërimi jo veç për muslimanët. Të dëruar xhamat. Agjërimi veç për muslimanët. Ata kanë obligim me agjërue. Kurani kur e përfundon kaptinën e agjërimit në surën Al-Baqara, thot që shtu për ju kallzojna kit njerëzve se kush don me ju rujt Allahu xhelel xhelalu çeko e ka mundësia. Ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziyje, me hi qafirin Ramazan, mu ba musliman, Bajrami e zëgjën e tli. Me hi qafirin Ramazan, Ramazan ka hi mu ba musliman. Sa i ka Ramazani? 30 dit. Bajrami e zëgjën e tli, sepse Allah ka garantu. Kedhelik, thëtë Allahu që shtu na po të kalzojna për kitë njerëzit. E djetarët janë alë të shkjo fjalla, për kitë njerëzit. Ka hinën këtu kitë njerëzit, se njëherë ka ja ju e ledhine amenu, o ju busimtar, o ju musliman, ju e kini agjërimin obligim. Ma dje kitë bota është dëshmi se veç musliman të agjërojnë Ramazan, 30 dit, s'ka në botë kërkush e agjëron, për veç musliman dhe. Pse Allahu e ndroj për emrin nga o ju musliman për njerëz? Sepse sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam hishin Ramazan, fillim të Ramazanit musliman, i gjejke funi shahidat e Allahu te bareke ve teala xhenet li. Në që këtë muaj të Ramazanit, çka na veç agjërojna, pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam e ka bërë luftën më të madhe të botës. Lufta më e madhe në botë nuk ja lufta botërore, që e kanë bërë këto. Ja, lufta më e madhe në botë është ajo që ka përmendur Allahu në surën Al-Anfal, surja 8 në Kur'an, luftën e Bedrit, e cila a bën në Ramazan. E në qatë Ramazan ka morë këthim historia njerëzimit, së në ndronë këtë këthes, këtë dunjaja në kam muquë. Edhe dunjaja që në kam, me ndru këtë këthes, mës me pas më islam, ama Allahu gjelë thot në Kur'an, wa yuhiqqullahu l-haqqa bi kelimati. Allahu ka vendos hakin me elan dërë në kiamet, me fjallë të veta. Hajtë ndroje, perandorit mloja, së në ka ndruhe, pse? Se Allahu po don hakin hak me lan, edhe hak kamet. E qka tha Allahu gjera për Ramazanin? Ja kjo Ramazani, i cili njerëzit i ka gjetë pagan, e ka adhuru gurin, ka hin Ramazan, ka dek Ramazan, ka shku të Allahu gjenet li. Sa Ramazana e kena agjerue, kur që këtë mana se kena shiu. E kena shiu nëse si të hishtin Ramazan. Ramazanin sahabët e pengam sa ma i se kanë bëhe, me bë me mëzën ndekja që tu, unë e dhe të në gjenet shkoj. Apo, ama na që kena? Po jo pëse me mëzonë Ramazan, muj mas një 50-60 vjetë. Po shkja në prëve, Allah së në të kuptue. Allah nuk e në të kuptue, se në këtë dunja nuk vijet për me nejtë, vijet për me dhonë tesë dhe me hecë. Apo, ama kjo është, thojnë, ligjerimi ranë, ligjerimi trishtushëm. Po na nuk i ndrojmë realitetet në ruë që më të li. Sa të dush, më trishtu, mësë më trishtu. Dhe i ka hak. Kjo është e parë, e dyta, Ramazan. Allah e Ramazan e ka bo ndryshim standardeve. Këtë dunja ndëruar që më të li, qikon Allah u gjitha që ka në banë në Ramazan.
Kitë dunjahën kur e nimon dikan, dush mi dhanë. Qështu a me nimuar. Në Ramazan, Allah a thot, ja, unë e besimtar ndrysh i nimoj, ja unë ali. Kur ti i thu dikuj qire, po du me të ban shumë të fort, qka i thue? Ha. Këto shka ushtrojnë, e ke ba, to dush me hangër ma shumë, që kur të ushtroj, bastaj ata me neutralizua, ja mu këthi në forca, po, ha ma shumë, me ushtrua dhe me mu bajo forcë. Allah dhe jo, ku t'i vali ku musija, s'ka me hangër. S'ka me hangër. Shko, standardet dhe ahiretit janë standardet dhe kësaj dunjaje. Këtë dunja, për me e shiju këtë dunja, dush me këshirë. Apo, njerëzit, shka janë të rrugës, e të ignorancës, e gjahiletit, kur dojnë me shiju këtë dunja, thënë, kullot, këshiri këtë gratë e botës, këtë tuat janë, shka dush ban, qështu thojnë ata? Allah thot, ja, knatësia që dërgon, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Si doni knatësi, Allah thot, thuj besimtarë o Muhammed, le ta ulin shikimin. Sot shkenca të ndëruar që më të li, se na e na mësu pa na ka dhu pak shkenca, me kuranve së në lajna. Shkenca thot, a e dini sa smujet shërohen kur njeri s'këshirë gratë e huja? Shumë smuje i shërohen. Allah thot, thuaj u besimtarve, le ti ulin shikimet e tëre mos shirin haram. Shiko, këtë dunjajën kërë thuj dikujt mu knaq, qa mu knaq? Që me hang, me pi, mu shëtit, mu zbavit, me femra kështë me ratë. Allah thot, jo, as ka dojë që knaqët. A gjëro, mësha. Ti tu më nalë, po më thu knaqët, që tu a knaqësia. Këtë dunjana me këshirë, thot tu mos këshirë. Këtë dunjana me dalë, mu zbavit, Allah thot falu. Ta shka u bo. Ti kur shkon haqë, kur shkon, për nga mesam haqën e ka bo, shëtitja këti umetit, turizmi këti umetit. Apo, kësë është me e pa e dunjajën dhe me bo haqë. Po në haqë njëri lodhët, këputët, ma dio është patesha, një haram. Shikoni të nëruar gjëmatli, Allahu Gjelluala donë që muslimant me menu me standart të akiretit, jo me dunjajës. Me dunjajës hup, a me të akiretit fiton. E na me qkena të menue me dunjajës. Na e na të menu me dunjajës. Apo, pejgamberi jonë s.a.s. kur bante iftar, bante me do hurma. Sepse aj, edhe kur e prish iftarin, kur e prish agjerimin, që Allah e ka bo me e prish, aj prap standardin e ka të akiretit. Cili është standardi akiretit? Hasa më smurdzue. Na iftarin që që bojna, runa zot. Allah në përmisov, ja Rabbel Alemin. Se na nuk e dina se ko forca, na kujtojna se si të hajna tash, mirë, ku shkojnë e mu falmë. Jo, të sin kuj mu falmë. Ti dush me hangër sa më smurdzue, për me mujtë mu falë. Andaj të nëruar që matli, vjen Ramazani për me na kalzu neve. Me shka mati? Me qëfar ka ndari mat? A me dunjajës, a me të akiretit? Me dunjajës është bema muhe. Me të akiretit mere. Me dunjajës të nëruar që matli, që shosa të kaja? Me dunjajës, me kalkulatorin dunjajës. I ki 100 dinar, ja jetë njoni 10 dinar. Me dunjajës ka të më qysha? Ti jesi nëndë. Me pajtimin e kitë kalkulatorave ti jesi nëndë. Allah dhët jo. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Me të akiretit ka që të standart. Andaj dhe zër duhet me ndru standardin, se këtë standart të dunjarës të shkatrojnë. Allah dhe të shembulli atyre që parët e tyre i japin për Allah. Për Allah vetëm. është sikur shembulli një kokre, e cila i qëtë 7 filizan, gjdo filiz i ki ka 100 kokra. Apo, gjdo filiz i ki ka 100 kokra, 700, Allah i ashton kujt doje sa doje. Apo, mirë, kur ti jep 10 denar për 100-ve t'jesin 9. Për 10 denar dhe 1 dinar e jep t'jesin 9. Me të akiretit sa t'jesin? Sumzoje, a i njëshi shka e ka dha nuk ka bo 700. Apo, edhe 9 të që të kanë metë 709. Një do të ku janë t'i preki? Wallahi i prek. Wallahi besimtari i prek. Nëse ka bindjen Allahu te bareke ve teala. Shikoni pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pe sa një ditë për ditëve ju tha sahabëve, mu kanë të kam pare. Sahabët ishin mësuar pa pejgamberin sa të thonë të kam pare se ai s'ka harë për kur se kanë pa ata të thonë mu kanë të kam pare. Tha ja Rasulullah, ç'a duan parë? Njerëzit zakonisht të kam pare, të mushna mire me evlat. Apo? Jo, ta mu kanë të kam pare. E ti gjuj do që te sadaka, e doj që du që gnera.
Knatësia e tij ishte me dhon. Knatësia jon koha me standardet e dunjas. Moj këtu mirë në xhep, moj dorën këtu, mos gabon me shlu dorën. Kjo se na nuk e kena kuptuar ahiretin. Pejgamberi sa më tha, mu kanë parë. Për çka duhen Resulullah parët? Tha mu kanë t'jap kështu, t'jap hiç mos tanali. Kjo është ahireti ndërruar xhamatli. Vjen Ramazani me na ndru standardet. A dojna me ndru standardet? Edhe e bë standardin ton xhenetin, a ende dojna me vazhdu me kalkulatorin se kur ti jepsh një prej 10 tjesin 9, apo dojna me e shumëzu me 700 e deri në pafundësi që ka dhënë Allahu te bareke ve teala, sabrive ju jep për shpërblimi pafund. Elusmi Allahun që Allah na mundson me hyn Ramazan me shëndet dhe me iman. Na ndihmon Allahu me rahmetin e tina, me ndihmën e tina, me përkrahjen e tina. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel xhelalu ta ban Ramazan në të cilin neve na shkruhen emrat ton prej banorëve të xhenetit dhe na shlyhen emrat ton prej banorëve të zjarrit. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel xhelalu musliman kujdes që Allahu të ndihmon, fukara, skamnor, nevojtar, bonjak, jetima, të veja, të gjithë Allahu te bareke ve teala nga rahmeti vet.